Kilometri i fundit i Albës. Alba e mbante telefonin e fikur në dorë, sikur brenda tij të rrite ende zëri i limin. Ishte nata para spektaklit vendimtar. Në shtëpinë e Big Brotherit dritat nuk fiken kurrë plotësisht, gjithmonë mbetet një shkëlqim i ftohtë që të kujton se dikush po të sheh, edhe kur ti do të jesh vetëm me mendimet e tua. Ajo ul në cep të krevatit dhe i përsëriti me vete fjalët e tij, ato fjalë që ja kishin lexuar në dhomën e rrëfimit si mesazh nga jashtë. Bëhu e fortë. Merri para të gjithë. Bëru në dukje gabimet që bëjnë në lojë kundërshtarët. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Jepi forca në kilometrin e fundit. Unë do të mbështes nga jashtë. Ti je më e mira. Forca. Çdo fjali i binte në gjoks si rrahje zemre. Por Alba nuk ndiej më e mira. Ndiej e lodhur, e zbrazët, sikur dikush ja kishte pirë gjithë dritën. Shtëpia që të ha ngadalë. Në fillim, kur kishte hyrë, ajo kishte qenë stuhi. Qeshte me zë të lartë, debatonte pa frikë, i shite kamerat drejte në sy. Publiku e donte atë version. Pastaj ditët nisën të bëhen njësoj. Kafja me shije metali, debatet për gjëra pa rëndësi, buzëqeshjet fallto, përqafimet strategjike. Njerëzit aty brenda nuk ishin më shok, ishin kundërshtar të veshur me pijame. Dhe mbi të gjitha ishte mungesa e limit. Ajo e kishte nënvlerësuar. Mendonte se dashuria e tyre ishte e fortë mjaftueshëm për të mbyllur në një ekran. Por askush nuk të tregon sa e zhurmshme është vetmia kur je i rrethuar nga njerëz. Dialog me pasqyrën. Një natë, teksa po hiqte grimin, Alba foli me reflektimin e vet. Ku je ti? I tha vajzës përballë. Pse po fshihesh? Pasqyra i ktheu vetëm sytë e lodhur. Ajo mendoi për ditën kur kishte vendosur të hynte në Big Brother. Donte të provonte veten, të tregonte se nuk ishte thjesht e dashura e limit, por një grua me zë, me mendime, me karakter. Tani ndjente se po bëhej pikërisht ajo prej së cilës kishte ikur, një hije e vetes. Mesazhi që e përmbysi. Kur produksioni i lexoi fjalë. Te e limit, shtëpia heshti. Disa banor ulën kokën, disa bën sikur nuk dëgjuan, disa u bezdisën që ajo po merrte vëmendje. Por Alba u drodh. Ato fjali nuk ishin thjesht mbështetje. Ishin kujtesë se jashtë dikush e njihte më mirë se çdo kamerë. Mira ju afrua. Ky të do marrëzisht. Po unë apo e meritoj, ju përgjigj Alba. Ajo natë ndau në dysh, të dilte dhe të vraponte te krahët e tij, apo të qëndronte e të luftonte siç i kërkonte ai. Lufta e fundit. Të nesërmen u zgjua ndryshe. I lidhi flokët fort, veshi një bluzë të zezë dhe doli në obor si dikush që ka marrë vendim. Në tavolinë plasi debati i radhës. Arbeni po përpiqej ta ulte para të tjerëve. Ti luan viktimën, i tha. Publiku nuk i do lotët. Alba e pa drejt në sy. Unë nuk jam viktim. Por ti po luan pisët. Po i kthen njerëzit kundër njëri tjetrit dhe pastaj fshihesh pas buzëqeshjes. Shtëpia u trazua. Ishte Alba e dikurshme, ajo që nuk përtypej. Fjalët e limit po merrnin formë brenda saj. Kilometri i fund. Alba po e ndjente se muret e shtëpisë së Big Brotherit po i afroheshin çdo ditë dhe më shumë. Në fillim gjithçka i ishte dukur lojë, dritat, kamerat, zërat e njerëzve, emocionet e garës. Por tani, pas kaq javësh, shtëpia i ngjante një kafazi të bukur, të lyer me ngjyra, por prap kafaz. Ajo nuk duronte më. Mbi të gjitha, nuk duronte dot mungesën e limit. Kur kishte hyrë në lojë, i kishte thënë vetes se do të ishte e fortë, se nuk do ta lejonte asnjë ndjenjë ta rrëzonte. Është vetëm një eksperiencë, i kishte thënë limit natën para se të nisej. Ai kishte buzëqeshur, i kishte rregulluar flokët dhe i kishte thënë, shko dhe fitoje botën. Por tani bota e saj ishte zvogëluar në një dhomë gjumi me 12 shtretër, në një obor me bar artificial dhe në një mikrofon që i rrinte varur në gjoks si një zemër e dytë. Mëngjesi që e theu. Atë mëngjes u zgjua para të gjithëve. Kamera e kapi teksa rrinte ulur në kuzhinë me një filxhan çaji që ishte ftohur në duar. Të tjerët flinin ende. Vetëm shurma e kondicionerit dhe një melodi e largët nga regjia mbushnin hapësirën. Ajo mendoi për limin. E kujtoi mënyrën si ai zgjohej në mëngjes, gjithmonë i çrregullt, me zërin e trashë nga gjumi.
E kujtoi si e thërriste Albës dhe si i thoshte se ajo ishte njeriu më i vështirë dhe më i bukur që kishte njohur ndonjëherë. Këtu brenda askush nuk e thërriste ashtu. Këtu ishte vetëm Alba, banorja. Një personazh. Ajo u ngrit, doli në obor dhe mori frym thellë. Kamerat u kthyen drejt saj si sy të zinj. Në atë moment e kuptoi se nuk po luante më, po humbiste. Biseda në dhomën e rrëfimit. Big, dua të flas. Zëri i saj jehoi në dhomën e rrëfimit. Drita e kuqe u ndez. Ajo ul në kolltukun e butë, por trupi i rinte i ngurtë. Unë nuk po mundem më, tha ngadalë. Kam ardhur këtu për një ëndër, por po e humbas veten. Nuk po e njoh më Albën. Zëri nga altoparlanti e pyeti pse. Sepse më mungon jeta ime. Më mungon limi. Nuk e dija që njeriu mund të dhem kaq shumë ngalla. Argësia. Unë po marr frym, por nuk po jetoj. Lotët i erdhën pa e pyetur. Ajo i fshiu shpejt, sikur të kishte turp prej tyre. Po mendoj të largohem, pëshpëriti. Ndoshta nuk jam bërë për këtë lojë. Sy që gjykojnë pa zë. Banorët e tjerë e vunë re ndryshimin. Alba nuk qeshte më si më parë. Nuk hynte në debate, nuk provokonte, nuk këndonte mbrëmjeve. Arbeni i tha një ditë në kuzhinë. Po na ikën nga duart, vajzë. Këtu duhet me luftu. Ajo buzëqeshi me zor. Unë nuk kam ardhur të luftoj me veten. Mira, që e kishte shoqen më të afërt aty brenda, e mori mënjan. Mos e lër lojën për një burr, i tha. Asnjë mashkull nuk vlen sa ëndra jote. Alba e pa gjallë. Po nëse ëndra ime është ai? Mira nuk pati përgjigje. Nata e shpërthimit. Gjatë spektaklit të së premtes, moderatorja e pyeti drejt për drejt. Alba, publiku po sheh një tjetër version tëndin. Çfarë po ndodh? Ajo e ndjeu zemrën t'i rrite deri në fyt. Dritat, duartrokitjet, fytyrat e banorëve, gjithçka i u duk si hija pas derës së hapur. Kush po e largon vërtet limin nga Big Brother Kosova? Largimi i limit nuk ishte thjesht një dalje nga loja. Ishte një enigmë e lënë për gjysmë, një fjali e thënë me gjysmë zëri dhe një derë që u mbyll pa shpjegim të plotë. Në shtëpi dhe jashtë saj lindi pyetja që ende nuk ka përgjigje. Kush po e largon limin? Kur ai doli para banorëve dhe tha se kishte lënë një shënim jashtë, se nëse ndodhte ajo gjë do duhej të dilte menjëherë, të gjithë menduan për diçka familjare, për një arsye personale. Por më pas erdhen fjalët që trazuan ujërat. Kur ti biesh derës time, hyr vetëm nëse ke fituar. Ndryshe jo. Kjo fjali nuk i drejtohej askujt tjetër përveç Albës. Dhe aty nisën të gjitha dyshimet. Apo e largon produksioni për arsye që nuk bëhen publike? A është presion nga jashtë, nga familja e tij? A është një strategji e limit për të kthyer në mbështetësin më të madh të Albës jashtë mureve? Askush nuk e di me siguri. Në shtëpi versionet janë të shumta. Disa banorë mendojnë se produksioni ka ndërhyrë pas tensioneve të vazhdueshme rreth tij. Të tjerë besojnë se limi vetë ka kërkuar daljen, i lodhur nga pesha emocionale që mbante prej javësh. Por ajo që e bën historinë më të ndërlikuar është lidhja e tij me Albën. Një raport plot përplasje, xhelozi, afrim dhe largim. Një histori që nuk u sqarua kurrë deri në fund. Kur ai tha se do ta mbështes nga jashtë, shumë e lexuan si deklaratë dashurie të fshehur. Të tjerë si kusht të ashpër, fito që të kesh vend pranë meje. Alba mbeti e ngrirë kur e dëgjoi. Nuk qau, nuk foli gjatë, vetëm përshpëriti. Unë luaj për veten. Por sytë e saj tregonin tjetër gjë. Produksioni nuk dha shpjegim të detajuar. Dhe sa më shumë heshtje, aq më shumë teori. Në rrjetet sociale u krijuan dy kampe, ata që besojnë se limi u shtyr të largohej dhe ata që mendojnë se po ndërton një strategji të madhe jashtë për ta bërë Albën fituese. Fjalët e tij tingëllonin si amanet. Do të jem jashtë duke të parë. Por dua të vish. Fituese. A është kjo dashuri apo kontroll? Mbështetje apo kusht? Disa banorë e komentuan hapur. Lëndrimi tha se limi po bën lojë edhe nga jashtë. Benita mendon se pas largimit fshihet një hall real që nuk lidhet me formatin. Hygerta tha se e vërteta do dalë vonë.
ndërsa Alba mbeti në mes të kësaj stuhje. Çdo hap i saj tani shihet në hijen e Limin. Çdo nominim, çdo debat, çdo buzëqeshje lidhet me pyetjen, apo luan për vete apo për premtimin ndaj tij. Nata kur ai doli nga dera kryesore dukej si sken filmi. U kthye edhe një herë dhe tha: "Mos harroni kush jeni." Por syt I kishte vetëm te Alba. Mbase ai po largohet për ta mbrojtur nga vetja e tij. Mbase po ikën për t'i hapur rrugë. Ose mbase po ndërton kapitullin e dytë të historisë jashtë kamerave. E vërteta mbetet pezull. Big Brother ka parë shumë largime, por pak kaq të paqarta. Limi nuk la pas vetëm valixhen, la një pikpyetje të madhe që rëndon mbi lojën. A do ta ndryshoj kjo rrugëtimin e Albës? A do të kthehet ai në zë? Moment dobësie. Megjithatë, kishte net kur ajo shembej. Shkonte në tualet, fshinte mikrofonin me dorë dhe qante pa zë. Limi, nuk po mundem, pëshpëriste. Jam lodhur duke qenë gladiatore. Por pastaj I kujtoi fjalia e tij. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Dhe ngrihej prapë. Përballja me tundimin për t'u larguar. Produksioni e thirri sërish në dhomën e rrëfimin. Apo mendon ende të dalësh? Ajo heshti gjallë. Po. Çdo ditë. Por po mësoj se ikja është zgjidhja më e lehtë. Ai më kërkoi të luftoj. Dhe unë dua të jem gruaja që ai beson se jam. Letra imagjinare për Limin. Ajo shkroi në bllokun e saj. Nëse nuk fitoj këtë lojë, dua të fitoj veten. Nëse bie, dua të bie me fytyrë nga e vërteta. Ti më dhe forcë kur unë s'kisha as zë. Faleminderit që më sheh edhe kur unë nuk e shoh veten. Shpërthimi final. Në javët e fundit loja u ashpërsua. Aleancat ran, maskat u çan. Alba u bë pasqyrë e gabimeve të tjerëve, pikërisht siç I kishte thënë Limi. Vëru në dukje gabimet, I kumbonte në kohë. Ajo e bëri, jo me urrëtie, por me qartësi. Publiku filloi ta quante zëri I shtëpisë. Dita e madhe. Në finale, kur emri I saj u përmend mes më të votuarve, Alba nuk mendoi për çmimin. Mendoi për rrugën deri aty. Për netët pa gjumë. Për lotët e fshehur. Për mesazhin e Limit. Kur u hap dera dhe ajo doli jashtë, turma bërtiti. Por sytë e saj kërkuan vetëm një njeri. Limi ishte aty. Ai e përqafoi fort dhe I pëshpëriti. E bëre kilometrin e fundit. Alba qau, por këtë herë nga lehtësimi. Pas kamerave. Më vonë, larg zhurmës, ajo I tha: "Desha të dorëzohesha për ty." Unë s'të desha jashtë, I u përgjigj ai. Të desha të vërtetë. Ajo e kuptoi se dashuria nuk është të ikësh nga betejë, por të kesh ku të kthehesh pas saj. Fjala e Albës për veten. Sot, kur e pyesin për Big Brotherin, ajo thot: "Nuk më ndryshoi loja. Më zhveshi." Dhe poshtë frikës gjeta një grua që di të qëndroj në këmbë. Mesazhi I Limit mbeti si betim mes tyre, dëshmi. Se ndonjëherë mjafton një njeri që të kujtoj kush je. Dhe Alba eci përtej kamerave, jo si fituese e një spektakli, por si fituese e vetes. Zjarri që u ndez në heshtje. Në shtëpinë e Big Brotherit sekretet nuk jetojnë gjallë. Muret kanë vesh, kamerat kanë durim dhe njerëzit dobësi. Limi e dinte këtë më mirë se kushdo, por atë natë vendosi ta harronte. Dolce rinte ulur në cep të oborit, aty ku dritat bien më butë dhe hijet duken si vende ku mund të fshehesh mëkatet. Flokët I kishte lëshuar mbi supe dhe po pinte një cigare ngadalë, sikur po e shijonte çdo sekondë lirie brenda atij kafazi luksos. Ai ju afrua pa zhurmë. Po më shmangesh gjithë ditën, I tha. Unë si shmangem askujt, u përgjigj ajo me atë buzëqeshjen që nuk kuptoi kurrë nëse ishte ftesë apo sfidë. Mes tyre kishte javë të tëra tensionit të pathënë. Publiku e quante Kimi, banorët lojë, ndërsa Alba, diçka që nuk guxonte as ta mendonte. Momenti I ndaluar. Kamera e korridorit po rrotulloi ngadalë kur Limi e kapi Dolcen nga dora dhe e tërhoqi pas murit të lavanderisë. Aty ku mikrofonat kapin më pak, ku zërat përzihen me zhurmën e makinës së larjes. Je e çmendur që po më afrohesh kaq shumë, I tha ai. Edhe ti, I u përgjigj ajo dhe e pa drejt në sy.
Shkputhja erdhi pa paralajmërim. E ëmbël, e shkurtër, por e rëndë si vendim. Dolce ia vendosi dorën në faqe. Me prit kur të dal jashtë, pëshpëriti. Se do e djegim krejt. Fjalët i rëshitën si zjarr nëpër lëkurë. Ai nuk u tërhoq. Vetëm mori frym thellë, si njëri që sapo ka hyrë në një rrugë pa kthim. Frika pas pasionit. Kur u kthyen mes të tjerëve, gjithçka dukej njësoj, batuta, pjata që përplaseshin, zhurma e televizorit në sallon. Por asgjë nuk ishte më njësoj. Limi nuk guxonte ta shihte Albën në sy. Dolce sillej sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Por shtëpia i ndjen të vërtetat. Ato rrin pezull në ajër si parfum i fortë. Mira e vështroi Dolcen me dyshim. Je bërë shumë e qeshur sonte. Jam në qejf, ja ktheu ajo. Alba, që rrinte në divan, e ndjeu një therrje të pakuptueshme. Nuk dinte asgjë, por zemra e njeriut shpesh sheh më larg se syt. Ndërgjegjja e li. Mit. Atë natë Limi nuk fjeti. I silleshin në kokë dy fytyra, Alba me sytë e pastër dhe Dolce me buzët që ende i digjnin. Çfarë po bëj, i tha vetes. Ai kishte hyrë në Big Brother për famë, për sfidë, ndoshta edhe për t'i ikur pak lidhjes së tij të gjallë. Por nuk e kishte menduar se do të arrinte deri këtu. Dolce nuk ishte si Alba. Ishte stuhi, rrezik, aventurë. Dhe pikërisht kjo e tërhiqte. Loja brenda lojës. Ditët në vazhdim, marrëdhënia mes tyre u bë një teatër i heshtur. Para kamerave flisnin si miq, por në kuzhinë duart prekeshin rastësisht, në korridor shkëmbenin shikime që zgjasnin pak më shumë se ç'duhej. Publiku filloi të dyshonte. Rrjetet sociale u çmendën. Ka diçka mes Limit dhe Dolces, shkruanin portalet. Alba jashtë e lexonte gjithçka. Çdo titull i dukej si thikë e vogël. Përballja e parë. Një mbrëmje, gjatë një loje me pyetje, Arbeni e hodhi bombën. Limi, po të ishe single këtu brenda, këdo zgjidhje për një takim? Syt u kthyen nga Dolce. Ai qeshi. Mesazhi që e tronditi Albën. Kur Alba dëgjoi fjalët me prit jashtë se do e djegim, bota i u shem. Ajo e njihte zërin e Limit më mirë se emrin e vet. Nuk është e vërtet, përsëriste. Por ishte. Dashuria e saj po bëhej spektakël. Dolce, vajza pa frikë. Dolce nuk ishte djallë, siç e quajtën më pas. Ishte thjesht një vajzë që luante pa rregulla, sepse jeta ja kishte mësuar se kush heziton, hum. Ajo e dinte se Limi kishte dik jashtë. Por brenda shtëpisë morali lakohej si plastelin. Ne jetojmë këtu, i tha një ditë atij. Jashtë është një botë tjetër. Ai nuk e kundërshtoi. Shpërthimi. E vërteta doli në spektakël. Produksioni transmetoi pamjet e fshehta. Shtëpia u bë gjyq. Banorët u ndan në kampe. Limi u zverdh. Dolce mbajti kokën lart. Po, e putha, tha ajo. Dhe nuk pendohem. Publiku u lëriti. Emri i Albës u përmend si fantazm mbi ta. Rënja e herojt. Limi e kuptoi se kishte humbur më shumë se lojën. Kishte humbur historinë e tij. Në dhomën e rrëfimit foli me zë të thyer. Nuk jam krenar. U mora nga momenti. Por nuk jam njeri i keq. Fjalë të dobta përballë një puthjeje të fortë. Dolce dhe zjarri i premtuar. Ajo vazhdonte të sillej si mbretëresh e skandalit. Unë nuk i vjedh burrat, tha para kamerave. Ata vinë vetë. Por në netët e vona, edhe ajo mendonte për pasojat. Zjarri që kishte premtuar po i diqte duart. Dalja e Limit. Kur erdhi dita e eliminimit, ai e dinte se publiku nuk falte. Emri i tij u lexua. Para se të dilte, Dolce ju afrua në korridorin e errët. Mos haro çfarë të thash. Ai e pa gjatë. Ndoshta disa zjarre s'duhet të ndizen kurrë. Ajo buzëqeshi hidhur. Jashtë kamerave. Alba nuk e priti me lule. As me britma. Vetëm me një pyetje. A ja vleti? Limi nuk gjeti përgjigje. Fundi pa filter. Historia e tyre u bë mësim për të gjithë banorët e ardhshëm, se Big Brotheri nuk nxjerr vetëm karakterin, por edhe errësirat.
Dolce vazhdoi rrugën e saj pa pendes. Limi mbeti mes dy botëve. Alba mësoi se besimi është më i brishtë se çdo nominim. Dhe publiku e kuptoi se brenda asaj shtëpie nuk fiton më i forti, por ai që del pa e tradhtuar veten. Alba dhe heshtja pas largimit të Limit, një qetësi që thërriste emrin e tij. Në shtëpinë e madhe të Big Brother Kosova, kur dera kryesore u mbyll pas Limit, një boshllëk u krijua menjëherë. Nuk ishte vetëm një vend bosh fizik, ishte boshllëk emocional, një mungesë që mbushte çdo cep të dhomës. Alba, e lodhur nga debatet dhe emocionet e javëve të fundit, u ul vetëm në divan. Heshtja e shtëpisë ishte e rëndë, por për të më e rëndë ishte mungesa e Limit. Ishte një moment ku asnjë fjalë nuk mund të përshkruante atë që ndjente. Ajo nuk kërkonte spektakël, nuk kërkonte mbështetje nga banorët e tjerë. Vetëm heshtja dhe mendimet e saj i dhanë mundësinë të përballonte mungesën. Por edhe brenda heshtjes, zëri i asaj që kishte kaluar brenda shtëpisë duke i gjallë. Ajo ndjente si të ishte e lidhur me Limit edhe pasi dera u mbyll, çdo hap, çdo zhurmë, çdo gjurmë e tij dukej se vazhdonte të mbijetonte në ajrin e dhomës. Dhe pa pritmas, ajo dëgjoi zhurmën e makinës së Limit jashtë. Ishte një zë i vogël, por kaq i fuqishëm sa e bëri të dridhej. Zemra i rrite me shpejtësi dhe ajo ndjell një kombinim gëzimi dhe dhimbjeje, gëzim që mund ta shite Limit jashtë shtëpisë dhe dhimbje që nuk mund ta kishte pranë tani. Pa menduar dy herë, ajo përshpëriti me zë të ulët, pothuajse vetë për vete. O Lim, të lutem, mos ik. Lotët nisën të rridhnin pa ndërprerje. Nuk ishin thjesht lot për mungesën e tij, ishin lot të një lidhjeje që ishte krijuar me kohë, me sfida dhe momente të përbashkëta, me qeshje dhe debate, me tensione dhe paqe. Secili lot shpreste dhimbjen e brendshme të Albës, dëshirën për të mbajtur diçka që tashmë ishte larg. Ajo mbeti ulur aty, duke i folur vetes dhe imagjinatës së saj, duke u përpjekur të përjetonte praninë e Limit në mendje, në vend të trupit të tij. Çdo tingull i makinës ishte një kujtesë e ëmbël dhe e dhimbshme se ai ishte jashtë, duke vazhduar jetën e tij, ndërsa ajo kishte mbetur në këtë hapësirë të madhe dhe të heshtur. Në atë moment, Alba e kuptoi se lidhjet nuk maten me distancën fizike. Limit mund të ishte larg, por prania e tij mbeti në kujtimet dhe emocionet që kishte krijuar me të. Ajo mendoi për bisedat e tyre, për momentet kur ai e kishte sfiduar dhe kur e kishte mbështetur, për të gjitha ato momente që nuk mund të përshkruheshin në fjalë, por që tani i ndjente më shumë se kurrë. Vetmia e divanit u bë një lloj mburoje. Ajo mund të qante, të mendonte, të kujtonte. Në heshtje, ajo filloi të fliste me Limit, një bisedë që mund të ishte e pamundur jashtë imagjinatës së saj. O Lim, pse u largove kaq shpejt? Pse më la në këtë boshllëk? Po të lutem, kthehu, ose ndoshta mos ik fare. Zëri i saj ishte i ulët, por i mbushur me sinqeritet. Nuk kërkonte reagim, nuk kërkonte premtime. Thjesht dëshironte të ndjehej e lidhur me të përjetonte çdo ndjesi që e kishte mbajtur pranë tij gjatë lojës. Dita e kaluar ishte një kombinim kujtimesh dhe emocionesh të papërpunuara. Alba vazhdonte të rrinte në divan, duke u përpjekur të mbante.